Në shkollën profesionale Shërbime në Korçë, zhvillimi i praktikave profesionale është një pjesë thelbësore e përgatitjes së nxënësve për tregun e punës. Kjo shkollë ofron një bazë prodhuese të mirëpajisur, ku nxënësit e drejtimeve bujqësi dhe veterinari kryejnë praktikat e tyre nën kujdesin e specialistëve dhe mësuesve të fushës. Përmes këtyre praktikave ata marrin njohuri të drejtpërdrejta dhe përvojë konkrete që i aftëson për të hyrë të përgatitur në tregun e punës. Është një bazë e cila përmban rreth 33 hektare. Këtu përfshihen gjitha praktikat dhe të veterinarisë dhe të bujqësisë, duke nisur nga kontrollet e përgjithshme klinike të kafshëve të riprodhimit dhe të mbashtimit, si gjedhet, lopët kryesisht, dhe të deleve, gjithashtu dhe derave. Kjo bazë përfshin dhe kafshë shoqërimi, të cilat janë në liçencë, ku ne praktikohemi rreth mjekimit, vaksinimit, gjithashtu dhe kontrollit të sëmundjeve të ndryshme si ektoparazitët e më gjerë. Vespo thekson rëndësinë e këtyre praktikave, duke u ndalur në faktin se mjekësia veterinare është kthyer në një prioritet vitet e fundit për shkak të rritjes së interesit dhe nevojave në këtë sektor. Shumica e nxënësve janë tepër të interesuar pasi e kanë zgjedhur vetë këtë profil dhe mund të them që mjekësia veterinare është një nga degët më prioritare në botë, sot që flasim, pasi dhe mbajtja e kafshëve shtëpiake është kthyer në një trend sot dhe gjithashtu dhe kafshët të cilat neve mbashtojmë dhe marrin prodhimet blegtorale dhe gjithashtu dhe mishin janë duke u rritur, pra konsumi ka arritur rritje të madhe dhe mjekësia veterinare këtu po zë një rol të rëndësishëm në të gjithë globin, jo vetëm në Shqipëri. Aktualisht janë rreth 90 nxënës që ndjekin studimet për veterinari në këtë shkollë dhe praktika profesionale është një hap vendimtar për ta në rrugtimin drejt punësimit dhe profesionalizmit.